A e di, ka disa njerëz që nuk ka nevojë të flasin shumë për të ndjerë. Ata mbartin një qetësi të rrallë, një dritë që nuk vjen nga jashtë, por nga thellësia e tyre. Është si të kenë një diell të vogël brenda vetes, një ngrohtësi që nuk digjet, përkundrazi, shëron. Nuk është diçka që shpjegohet lehtë, nuk është buzëqeshja, as fjalët e bukura, as mënyra si sillet. Është një ndjesi, një lloj pranie që të qetëson pa e kuptuar pse. Kur je pranë tyre, mendimet ngadalësohen, zemra bëhet më e lehtë dhe për një moment gjithçka duket në vendin e vet. Këta njerëz nuk janë perfekt. Ata thjesht janë mësuar të jetojnë në paqe me veten, kanë kaluar përmes errësirës së tyre dhe nuk janë bërë më të ftohtë, janë bërë më të ndritshëm. Ndoshta sepse e dinë çfarë do të thotë mungesa e dritës. Dhe për këtë arsye zgjedhin ta japin atë pa kursim.